siç ka prekur edhe largimin masiv të rinjve, fatkeqësisht nga vendi jonë, edhe problemi i mbashtimit të blegtërisë ka prekur në masë gjithë verilindjet, paktën qarkun e Dibrës. Paktën në 10 vitet e fundit, numri i krerëve të Bagdisë e cila mbashtohej në zonat e qarkut të Dibrës ka rënë tmerrsisht të ndjeshëm. Pasi, siç e thash edhe më lart, rinia është larguar dhe është e vështirë për moshën e tretë e cila ka mbetur në zonat rurale për t'i mbajtur në tufa apo në shumë krerë. Situata mbetet problematike jo vetëm për faktin e rënjes, thjesht rënjes së numrit të krerëve të Bagdisë së imët, por edhe gjedhës, por edhe për faktin sepse nuk sigurohet mish cilësor apo bulmet cilësor nga prodhimi vëndës. Faktorët e arsyet mund të jenë nga më të ndryshmet, siç e thash më lart, një nga arsyet është largimi masiv i rinisë, por edhe paktën siç shprehen edhe vetë banorët në kronikat e vazhdueshme që kemi trajtuar ne, është edhe mungesa e një skeme mbështetëse edhe stimuluese që ky fenomen të mos arrinte në këtë pikë.